është gjuna, nuk është gjuna. Ajo është e ditur, zotëri. Mirë po, para se me gjyku, zoti, a i ka thënë ta kom dhënë udhëzimin. Sepse, dikush po dhatë ndryshe, ti merë me logik të ndën. Po, qka? Qka ndikon keq muzika tek dëgjusit e tu? Unë e dëgjova ajo, si ishte e Kasurela. Ajo ta kënan shpirtin. Ajo ta kënan shpirtin, se ka tekst. Ose ki ato për shembull 30 ditë Ramazani, as pa hangër, as pa pije, tash na vjen festa e Bajramit, hajt me lalën e shkojmë në xhamie. Çka ka të keqet? Një tjetër nëse di pim raki, ta shabën, është ai tjetri? Edhe shurur, edhe ama origjinali është i këtij. Nëse do të ishte muzika halal, që ta mërë mendja? Neva nuk do të futemi shimin në gjami me muzika, me violina, me qyftelia, me kështë. Gjamia është vend i devotshmëris, do me thonë, njeri kur bën muzikë nuk është i devotshëm. Vetë leximi Kuranit. Kur njeri bën muzikë nuk është i devotshëm. Zoti plot fuqishëm, Kuran. Po kjo nuk është muzikë, më jo. As është kjo muzikë, as është kjo tingull? Po nuk është muzikë, më rëtë. Kjo është brenda xhamis. Ajo se kur tash kanë fillu modernist, ato gjallat i shtinë edhe me ditë me dalu e tingullin prej muzikës. Edhe figurat, masketat e Supermanit i kanë fut në për xhamia për Bajram, që e dim Supermani çka simbolizon, i vusin në xhami për Bajram, se se kur e ke fut Supermanin, fut edhe barbikën që është gjysëm dakoriqe. Nuk bën me laku islamin si pas dëshirave. Ku dëshirojnë, e bëjmë ekstrem. Ata lejojnë pas ka duket Fero, kur ka udhëzuar pas ka dëgju hoxhën, e mandej kur ka kthy muzikë pas ka dëgju se jemi me një studio ku na vesh ju dëgjojna dy njerëz, si le të konsideroni që jeni si thirrës të fesë islame me dy mendime krejtësisht kundër. Unë e Ferros ja kishëm shkruajt tekste se jo në poete. Me dinë shkruaj tekstet Ferros. Tekstet Ferros edhe kursi kishëm thënë me lanë muzikën. A ki dëgju këngë të Ferros? Pikrisht Majlin do dhëtë me bodhëllimi se Iqbalja nuk përfaqëson gruën e vetë. Iqbalja përfaqëson